Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se erdhët në takimin e radhës rreth komente, shpjegimit të haditheve të Sahih Bukhariut, Allahu pas mëshiruar. Jemi edhe me të në Kitabul Iman, kapitulli imanit, respektivisht tek kapitulli rëndësia e ruajtjes së dinit. Jemi tek hadithi 48, ku Numan ibn Bashir, radiallahu anhu, ky sahabi i bekuar Numan ibn Bashiri, tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë. Thot kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: El halalu bejnun, wal haramu bejnun, wa bejnahuma mushtabihatun, la alemuhunne kathirun minan nas. Halali është i qartë, po edhe harami është i qartë. Dhe mes tyre ka gjëra të dyshimta, të cilat shumë njerëz nuk i dinë. Faman istabra'a ash-shubuhat, faman ittaqa ash-shubuhat, istabra'a lidinihi. Ai i cili i ruhet gjërave të dyshimta, pra mes halal dhe haramit ka gjëra të dyshimta. Halal është i qartë, haram është i qartë, mes tyre ka gjëra të dyshimta, të cilat shumë njerëz nuk i dinë. Faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra lidinihi wa irdihi. Ai i cili ruhet gjërave të dyshimta, ai në fakt e ka ruajtur dinin e tina, edhe nderin e tina. Wa man waqa fi ash-shubuhat waqa fi al-haram. Ai i cili bie në gjëra të dyshimta, në fakt ka rënë haram. Kara'in yar'a hawla al-hima, është sikur se një çoban i cili i ruan bagtit e tij rreth zonave të ndaluara. Yushiku an yuwaqi'ahu, ka është rrezik që bagtia e tij me hinë atë zonë të ndaluar. Ela wa inna li kulli malikin himan, çdo mbret, çdo njeri pronar, një prone, e ka zonën e vet të ndaluar. Ela wa inna himallahi maharimuhu, ndërsa zona ndaluar Allahut në tokë janë ndalesat e tina. Ela wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluhu. Ela wa hiya al-qalb. Në njeriu, në trupin e tij, ka një gjymtyr e cila nëse rregullohet e tërë trupi, dhe nëse ajo prishet e tërë trupi. Të nderuar, ky hadith i Numan ibn Bashirit është për haditheve shumë të mëdha. Por para se të shkojmë të komente e hadithit, të flasim shkurtimisht për këtë sahabi të bekuar e Numan ibn Bashirin radiallahu anhu. Ky sahabi, i cili ka lindur në Medinë në vitin e 2 Hijri, ashtu siç është thënë në librat e biografisë së sahabëve të bekuar. Ka lindur në vitin e 2 Hijri, pra kur ka vdekur pejgamberi ka pas vetëm 8 vite alayhi salatu wassalam. E që nën kupton se ka qenë prej sahabëve të vegjël për nga mosha, konsiderohet kështu, nga se sahabët ndahen në sahabët të mëdhenj dhe sahabët e vegjël. Sahabët e mëdhenj për qëllim sahabët e vjetër, të cilët e kanë shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që nga fillimi i shpalljes, madje edhe kanë qenë të moshrritur në moshë të pjekun, edhe kanë një diapazon të gjatë të dijes, kanë shoqëruar të kohën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa sahabët e vegjël janë ato të cilët kanë lindur ose pak para hijretit ose pas hijretit. Se Abdullah ibn Umeri, Numan ibn Bashir dhe sahabi të tjerë. E rëndësishme kanë pse ka lindur van, domethënë konsiderohet për sahabët të vogël të vegjël, megjithatë konsiderohet më vonë për burrave të mëdhenj. Ky megjithse ka qenë i vogël, në këtë moshë ka arritur të transmetojë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 114 hadithe, 114, vetëm në Bukhari janë 6 hadithe. Këto në Bukhari janë 6 hadithet e tij. Pra, fëmijë vogël, por dërtën e madh.
Nga se fëmija ati zamana se kohën nuk kanë qenë sikur se fëmija sot tek ne. Kur fëmija sot tek ne hynë moshën madhore, kalojnë fazën e adoleshencës edhe ende në fëmijë. Për mos me thonë, fatkeqësisht një pjesë e tyre edhe martohen, hynë 30-at, 40-at edhe ende kanë me të fëmijëve, halalujnë me asë lojnë atë fëmijëve. Vështirë është me njerëz të cilët i kanë fëmijët me mendjet e fëmijëve, është vështirë me asë njerëz me që shtetin për para, me që shoqërinë për para, me që miletin para, është vështirë. Dohet me punu, me eduku fëmijët që është një vëzhli, e për të edukuar fëmijët në vëzhli do të vetëm të qenë edukuar prindi, shoqëria, mësuesi, hoxha, shteti, me qenë njerëz të cilët japin prioritet pjekjes, edukimit të fëmijëve, të rinisë, të cilët janë e ardhmja asaj shoqërie. Për atë pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam njëra prej shkaqeve kryesore pse ka pas shumë sukses, që për një kohë shumë të shkurtër me eduku një gjeneratë e cila me plot të drejtë dhe pa asnjë dyshim konsiderohet gjenerata me vlerë, më rëndësishme, me peshë të madhe në shoqëri, jo vetëm në atë kohë, por në krejt periudhat e njerëzimit nga koha Ademit a.s. deri në kiamet, nuk ka gjeneratë e cila ka qenë me pjekur, me ngritur, me edukuar, me e vendost, me parimore, me thelpsore, me fundamentale, se sa gjenerata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njerëz pjekun, njerëz që të bajnë derte, njerëz që të bajnë përkupohen me gajlet dertet e familjes, të shoqërisë, madje këtë botës, va kanë dertën këtë botës. Për atë, kur kuptojmë të, nuk është çudi, nëse se për një kohë shumë të shkurt, më pak se një shekull, shumë më pak se një shekull, madje për pak dekada, coptuan dy perandorit më të mëdha të asaj kohe, ajo persiane dhe bizantine, dhe dëpërtuan muslimanët pa mbushur një shekull një pjesë të madhe të botës, respektivisht në 3 kontinente, atë afrikan, aziatik dhe një pjesë të Evropës. Me shtatrima, me shtaburra, me shta njerëz të cilët që nga vëzhlia atyne, sikur se për një ditë pjekën një vetë. Së dhe që tjetë, Allahu në bëf neve, që me qenë për atyne që ndjekë këtë rrugë, nëse ne nuk jem burra të mëdhej, s'paku me ndiku, që djemtë të tonë, nipa tonë, gjenerata jonë, rinia jonë të edukohen këtë frymë, të përgatitën për me marë përgjegjësi të mëdha, për ummet, për shoqëri, sepse vetëm me burra, shteti shkon para. Numan bin Beshiri, pra i lindur vonë, në vitin e 2 Hijri, por njëri i pjekun që nga vëzhlia, konsiderohet për sahabëve të mëdhej më pas, njerëzve të pjekun më pas kur u bë burr, të cilët kanë qenë edhe strateg të fortë, kanë qenë politikan të fortë, diplomat të fortë të tjerë. Për atë Muavija radiallahu anhu e ka caktuar, kur ka ardhur kalife Muaviju pas Aliut, e ka caktuar emiri apo koordinator apo princ apo vali, ndoshta më mirë me thonë, e ka vali të Kufës së Irakut. Për një kohë, pastaj ka caktuar edhe kadi në Damas, dhe më thonë ka njoft dinin mirë, sepse në atë zaman ka qenë pamundur me qenë kadi, vetëm sa ai i cili ka qenë shumë i dishëm, e ka njoft jurisprudencën në nivel shumë të lartë. Pra ka qenë edhe një diplomat, një politikan, një trim, po edhe një kadi, një dietar i mirë, për atë ka caktuar edhe kadi në Damas, pastaj ka bërë edhe emir në Hims. Hims është qyteti, një prej qyteteve të njohura të Sirisë, dhe derisa është vëra ai bekuar, Allah e pas mëshiruar, radiallahu anhu, në vitin 64 Hijri, e thotë në vitin 65 Hijri. Ky sahabi është njëri prej, si shembull, si arnek, model për ata burra të mëdhej, e të gjitha ata kanë qenë burra të mëdhej, e natyrisht, ani pse dallim njëri mes tjetrit, por prapfuten në kornizat e burrave të mëdhej të gjithë. Kjo nuk është rango të Omerit, të Osmanit, të Aliut, të Ebu Bekrit, të Abdullah ibn Mesudit, të Gjafer bin Abi Talib, dhe aty në ulemave të sahabëve të mëdhej, ulemave të mëdhej, por me gjitha të konsiderohet për burrave të mëdhej, të cilët
ka ndikuar që të përhapet fjala e Zotit, të përhapet drejtësia, mirëqenia, të përhapen vlerat e Islamit dhe të muslimanëve në botë, dhe pjesë e këtyre vlera është transmetimi i këtyre haditheve të cilat ne ka transmetuar, i ka përcjellur ky burr i madh, e siç tham 114 hadithe, 6 prej tyre ka cekur vetëm Imam Buhariu në Sahihun e vet, ndërsa të tjerat janë për koleksionet e tjera të haditheve. Allahu qoftë i kënaqur me të dhe me ne dhe me të gjithë muslimanët, dhe deri në takim në radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullah. صحيح البخاري